I dërguari Allahut, a mujti me bot njëjtin veprim në Mekë dhe me hinë Qabe dhe mi thy ata putat të cilët ishin 360 puta për brenda dhe jashtë Mekës, Qabes? Po, ama ndryshojnë në taktik, veprojnë ndryshe. I dërguari Allahut në radhë të parë i gatoi zemrat e atyre të cilët kishte rreth veti. I përgatiti fort në çështjen e besimit, në çështjen e sabrit, durimit. Shumë i përgatiti dhe i bëri shumë të moralshëm, të pathyeshëm, për të rezistuar çdo zullum dhe padrejtësie të cilët të tjerët e bën karshi tyre. Dhe pas 21 vite thirrje, i dërguari Allahut shkon si çlirimtar në Mekë dhe me dorën e tij i thënë një nga një ata idhujt, duke thënë fjalën e Allahut, erdhi e vërteta, u zhduk e kota. Nga se e kota nuk ka rranje, është për të zhdukur. A pat në reagim o? S'kishte më reagime. Pse? Sepse ishin bindur zemrat tani. Tani me njerëzit i kishin hekur idhujt nga zemrat. Ja? Pra, kjo tregon se i dërguari Allahut po do me përgatit një ummet i cili do të mbijetoj deri në kiamet dhe do të bart misionin e pejgamberit deri në kiamet. Edhe kur ai nuk është aty. Sepse i dërguari Zotit e kishte shembull tjetër Hazreti Musain, i cili i çliroi njerëzit nga zullumi i faraonit dhe i qiti në ato deti. Dhe çka ju tha popullit? I tha popullit, rrini këtu për pak kohë, derisa ta marr librin, Tevratin. Për 40 ditë që mungoi Musain popullin e vet, çka ndodhi? Populli filloi me adhuru idhujt. Për 40 ditë pa pejgamber, populli humbi udhëzimin. Çka jep me kuptu kjo? Kjo jep me kuptu sepse populli nuk ishte gatu, nuk ishte përgatit. Musai ishte marrë me faraonin më shumë se sa me popullin. Dhe populli nuk ishin gatu me mujt me qëndru pa pejgamberin, pa Musai, madje kishin Harunin pranë, por nuk dëgjuan. Sepse ishin të vërbuar, ishin pra në zemrat e tyre të mbushura me dashurinë e feve, traditave dhe kulturave tjera.